Projekt buxheti i vitit 2026 i paraqitur para jush synon të garantojë vazhdimsinë e funksionimit kritik të mbrojtjes civile dhe të mbështetjes prioritare strategjike të sistemit në nivel kombëtar dhe vendor. Me një vlerë totale 5.1 miliard lekësh ky buxhet reflekton rritjen në fondet e pagave dhe sigurinë dhe zgjeron mbështetjen për bashkitë, e cila do të atribuohet kërkesave të tyre për investime infrastrukturore në parandalimin, blerjen e makinerive dhe në funksion të reagimit emergjent, rehabilitimin e digave, si dhe fondet të kompensimit të qytetarëve të prekur nga fatkeqësitë natyrore. Më konkretisht, buxheti total i programit të emergjencave është në vlerën 5.1 miliard lek, duke reflektuar një shtesë prej 66 milion lek për rritjen e fondeve të pagave, ndërsa buxheti dedikuar vetëm për institucione agjencisë është 795.8 milion lek, nga të cilat 611.8 milion lek janë shpenzime korrente dhe 184 milion investime. Fondet e tjera në masën 2.3 miliard u transferohen njësive të vetë qeverisë vendore, ndërsa 2 miliard lek përbëjnë financimet e huaja. Pjesa e mbetur është buxheti rezerva materiale për 183.3 miliard lek në drejtorinë e përgjithshme të rezervave të shtetit. Financimi i riskut të fatkeqësive dhe i mbrojtjes civile nuk do të jetë asnjëherë i mjaftueshëm nëse nuk planifikohemi mbi bazën e objektivave realiste dhe të matshme, bazuar në analiza dhe performancë për një shpërndarje të drejtë për drejtë. Ky financim nuk konsiderohet një nevojë e zakonshme, por një investim strategjik që ul humbjet afatgjatë, mbron interesin publik, siguron vazhdimsinë e shërbimeve kritike dhe rrit qëndrueshmërinë kombëtare. Unë nuk e di se sa duhet të jetë temperatura e vendit tonë që qeveria të mirë qeverisë. Se kur bën shumë vap, nuk kemi ç'i bëjmë. Kur bën shumë ftohtë, nuk kemi ç'i bëjmë. Buxheti që është rritur, shumë mirë që është rritur dhe ka nevojë. Por duhet dhe një lloj transparence, se prej kohësh e kemi dëgjuar qeverinë që ne po rrisim buxhetin çdo vit tonë që po rrisim buxhetin. Dhe çfarë ka qenë rezultati? Ku do shkojnë këto investime? Do shkojnë te zjarfikse të reja, apo do shkojnë për flotën ajrore, e cila në ver u dëshmua që ishte një dështim. Për gjitha qeveritë e botës, kur ndodhin situata të tilla, përgjegjësia merret nga qeveria dhe reagimi është nga qeveria. Vetëm në Shqipëri, kur ndodhin zjarret, fajt i ka Zoti, kur ndodhin përmbytje, po fajt i ka Zoti. Përfaqet zez, si askund tjetër, jo në Europë, po as në rajon, shef zjarfiks që të dhimbsen duke fikur zjarrin me thupra. Kjo i përket epokës gurit, këto pamje. Por ja ku është edhe epoka e diellës, i paska këto që nuk i pas kemi ditë ne, që me thupra do të fiken zjarret. Kur vinë përmbytjet, shef deputet mazhorancës që veshin çizme peshkatarësh, në njëri vesh edhe kostum peshkatarësh, dhe futen mes ujit, thjesht filmojnë dhe asgjë më shumë. Pse? Sepse s'ka asnjë vëmendje shtetërore. Dihet që Shkodra është gjithmonë vendi si përmbytjet dhe qartëset më problematike në Shqipëri. Është një ndërhyrje sa më shpejt mund të jetë, sa më emergjente është në Van Dejs, të Van Dejs, të Proni Glina, e pro çdo vit e bën përmbytje në aty komunitet, aty popull aty. Megjithëse edhe drejtori vetë ka me ministrin e mbrojtjes para 2 javë. Kemi biseduar dhe me kryetarin e bashkisë për të hartuar një projekt zbatimi i cili do të futet në vlerësim në thirrjet që do të hapen së shpejti. Malësia madhe si një rreth me sipërfaqe të madhe gjeografike, kam mendimin që fondet që i jepen bashkisë Malësie e Madhe në proporcion me territorin që ka, është shumë i pamjaftueshëm për të përballuar emergjencat, për të përballuar blerjen e zjarfikseve të cilat të bëjnë të mundur, sidomos ndërhyrjet në zonën kodrinore dhe malore. Jemi realist, fondet janë të pamjaftueshme për nevojat dhe problematikat, duke marrë në konsideratë dhe shtrirjen gjeografike apo dhe nevojat që vijnë për komunitetin shpesh herë në zona të thella,
Ndaj dhe buxhetet nuk janë të mjaftueshme vetëm ato të bashkive dhe strukturat dhe institucionet qendrore apo kapacitetet kombëtare shpesh herë vijnë në lëvizje me njëherë për bashkitë të caktuara.